Agimi në një vil të heshtur coptohet nga një zhurmë e fortë që vjen nga brenda shtëpisë. Këto dhurata janë të vajzave, përshpërit punonjësia kur sheh njerëkën duke shkatëruar kujtimet e nënës së ndjer. Unë thjesht po e çliroj këtë familje nga e kaluara, përgjigjet gruaja, duke thyer gjithçka me ftohtësi. Por kur njëra nga fëmijët murmurit me sytë e mbushur me lot, nëna jonë e re na urren, heshtja shndërrohet në luftë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, vazhdojmë. Agimi në Tiranë mbarte atë heshtje të rëndë që ekziston vetëm kur qyteti më në fund bie në gjumë. Pranë liçenit artificial, mes pallateve të larta dhe vilave të mbrojtura nga mure të hekurta, një shtëpi spikaste për madhësinë dhe ftohtësinë e arkitekturës së saj moderne. Aty, në atë ndërtesë prej xhami dhe betoni, jetonte një familje që përpiqej të mblidhte veten pas një humbjeje që askush nuk guxonte ta përmendte me zë të larë. Drita u zgjua e trembur. Në moshën 52 vjeçare, ajo kishte mësuar t'i dallonte zhurmat e asaj shtëpie si dikush që njeh frymëmarrjen e fëmijës së vet dhe ajo zhurmë e fortë nuk ishte normale. Nuk ishte era që përplaste një dritare të mbyllur keq, as qeni i lagjes që rrëzonte koshat e plehrave në rrugë. Ishte diçka që vinte nga brenda, diçka e qëllimshme dhe e dhunshme. Veshi shapkat me nxitim dhe doli nga dhoma e saj e vogël në pjesën e pasme të shtëpisë, ajo hapësirë e vogël, por e rregullt ku flinte që kur kishte ardhur në shtëpinë e familjes Gjoni, 15 vjet më parë. Hapat e saj të shpejt kumbonin nëpër korridorin e shërbimit, ndërsa një tjetër zhurmë u dëgjua, më e fortë, e ndjekur nga një klithmë e mbytur. Nuk ishte një klithmë dhimbjeje fizike, por diçka shumë më e keqe, diçka që ajo e njihte mirë pas kaq shumë vitesh pune në shtëpitë e njerëzve të pasur. Ishte klithma e dikujt që po coptohej nga brenda. Kur arriti në sallonin kryesor, këmbët i ngecën në hyrje dhe i gjithë ajri ju largua nga mushkëri. Pema e Krishtlindjeve ishte ende e montuar, me dritat e saj që vezullonin në një ritëm të ngadaltë dhe hipnotik, duke krijuar reflekse shumë ngjyrëshe në muret e bardha. Por ajo që duhej të ishte një sken feste dhe ngrohtësie, ishte shndërruar në një fushëbetejë të heshtur. Dyshemeja ishte e mbuluar me letra të grisura, fjongo të zgjidhura, copa lodrash të thyera dhe cifla xhami që shkëlqenin në dritat e pemës si fragmente yjesh të rënë. Në qendër të gjithë asaj rëmuje qëndronte Valbona Berisha, e veshur me një kostum elegant të kuq prej mëndafshi, që binte në kontrast në mënyrë vulgare me dhunën e asaj që po bënte. Flokët e saj bjond, të krejur në mënyrë perfekte, lëkundeshin me çdo lëvizje ndërsa ajo ngrinte një shandan të rënd bronzi, duke e përplasur me forcë mbi një kuti dhurate që ende nuk ishte shkatëruar. Tingulli i goditjes u përhap nëpër sallon si një shtën arme. Por nuk ishte kjo ajo që ia theu zemrën dritës. Ishte skena përballë Valbonës. 3 vajza identike ishin ulur në gjunjë në dysheme, aq të ngjashme sa edhe ata që jetonin me to përditë ndonjëherë i ngatëronin. Ana Liria, Ana Klara dhe Ana Juna ishin vetëm 6 vjeç dhe ato fytyra të rumbullakta ruanin ende pafajësinë e fëmijërisë së hershme. Por në atë moment, me sytë e kuq dhe të enjtur, të veshura me pijame njësoj me një brirsha, ato dukeshin shumë më të vogla, shumë më të brishta, sikur të ishin të kurrur përballë urrejtjes së maskuar si rregull. Ana Liria, gjithmonë më e ndjeshme nga të trija, shtrëngonte në gjoks mbetjet e një kukulle lecke. Koka e kukullës varej anash, gjysmë e shkullur, dhe njëri nga krahët prej cope ishte shkëputur plotësisht nga trupi. Ajo kukull kishte qenë dhurata e fundit që Marina Gjoni i kishte bërë së bijes para se të ikte. Marina, nëna që nuk ishte më aty, që kishte lënë një zbrazëti aq të madhe në shtëpi sa edhe ajri dukej më i ralluar. Ana Klara, zakonisht më guximtarja, përpiqej të bashkonte me duar që i dridheshin copat e një kutie muzikore që luante atë ninullën që Marina ua këndonte çdo natë. Mekanizmat e brendshëm ishin të ekspozuar, ingranazhet të shtrembëruara dhe balerina prej porcelani që kërcente sipër ishte thyer në mes. Vajza i shtypte copat njëra pas tjetrës sikur forca e vullnetit të saj mund t'i bënte të shkrieshin sërish. Ana Juna, më e qeta e trenjakeve, ishte e paralizuar duke parë një zarf të grisur nga i cili kishin rënë disa flet letre të zbukuruara me vizatime lulesh. Ishin letra. Letra që Marina i kishte shkruar secilës bi, një për çdo ditëlindje derisa të mbushnin 18 vjeç. Fjalë dashurie, këshilla, histori nga fëmijëria e saj, gjithçka që një nën që e dinte se nuk do të ishte e pranishme donte të linte të regjistruar. Tani, ato flet ishin shpërndar nëpër dysheme, disa të shkelura, të tjera të grisura, të shndërruara në plehra.
Valbona u kthye kur vuri re praninë e dritës dhe buzëqeshja që skicoi ishte e njoftotësie që e bëri punonjësen të ndjente një të dridhur që i përshkoi shtyllën kurrizore. Nuk ishte një buzëqeshje turpi apo sikleti pse e kishin zënë duke bërë diçka të tmerrshme. Ishte një buzëqeshje e dikujt që ishte në kontroll, e dikujt që e dinte saktësisht se çfarë po bënte dhe nuk shihte asnjë problem në këtë. Natën e mirë, drita, tha Valbona me një zë melodios që nuk përputhej as pak me skenën përreth. Apo duhet të them mirë mëngjes? Më fal për zhurmën. Thjesht po bëja një pastrim të nevojshëm. E di si është, shtëpia ka nevojë për rinovim. E kaluara ndonjëherë zë shumë hapësirë, nuk mendon? Drita ndjeu një ny në fyt. Hapi gojen, u përpoq të gjente fjalë, por çfarë mund të thoshte? Ajo grua, që në pak muaj kishte fituar besimin e Robert Gjonit dhe tani sillej si zonja e asaj shtëpie, ishte aty në mes të natës. Duke shkatëruar me qëllim kujtimet e fundit që 3 fëmijë jetime nga nëna kishin nga ajo që i kishte dashur pa kushte. Zonja Valbona, me gjithë respektin, përshpëriti drita duke bërë një hap përpara, këto gjëra janë të vajzave. Janë dhurata që ua ka lënë nëna e tyre. Ato kanë të drejtë t'i ruajnë këto kujtime. Buzëqeshja e Valbonës u zhduk sikur të ishte fshirë nga një gomë e padukshme. Sytë e saj, më parë miqësor, u bën të fortë si gur. Ajo bëri 2 hapa në drejtim të dritës, ende duke mbajtur shandanin, dhe zëri i saj u ul në një ton rrezikshmërisht të qetë. Drita, mendoj se po e ngatëron rolin tënd këtu. Ti je një punonjëse. Një punonjëse e shkëlqyer, duhet thënë, por gjithsesi, vetëm kaq. Vendimet se çfarë është më e mira për këta fëmijë nuk janë punë për ty. Roberti më ka dhënë liri të plot për t'u kujdesur për edukimin e vajzave dhe besoj se lidhja e tepërt me të kaluarën nuk është e shëndetshme. Ato duhet të ecin përpara dhe unë jam këtu pikërisht për t'i ndihmuar në këtë. Vajzat ecin përpara duke ruajtur atë që ua la nëna, jo duke e shkatëruar, kundërshtoi drita, e befasuar nga guximi i saj. Ju nuk keni të drejtë ta bëni këtë. Nuk kam të drejtë? Zëri i Valbonës u ngrit një ton dhe ajo ngriti një vetull të vizatuar në mënyrë perfekte. Unë jam ajo që po ndërtoj një të ardhme me Robertin. Unë jam ajo që do të martohem me të. Unë jam ajo që do të jem nëna e re e këtyre vajzave. Dhe refuzoj të jetoj në hijen e një gruaje që nuk është më këtu. Ky obsesion morbid me të ndjerën Marina duhet të marrë fund. Është i sëmur. Është i dëmshëm. Dhe unë do të bëj gjithçka që është e nevojshme për ta çliruar këtë familje nga ky burg emocional. Drita pa trenjaket dhe ndjeu zemrën t'i coptoi. Ana Liria qante në heshtje, lotët i rridhnin nëpër fytyrë ndërsa lëkunte kukullën e thyer sikur të ishte një foshnjë. Ana Klara kishte hequr dorë nga bashkimi i copave të kutisë muzikore dhe tani vetëm shikonte duart e saj, e humbur. Ana Juna qëndronte e palvizur, me sytë e ngulitur te letrat e grisura, sikur të ishte në shok. Drita bëri një hap tjetër përpara, duke u vendosur mes Valbonës dhe vajzave. Nuk do t'ju lë të vazhdoni me këtë. Do të thëras zotin Robert tani menjëherë. Valbona qeshi. Ishte një e qeshur e shkurtër, e thatë, pa humor. Thirrë. Ai është në dhomë, duke fjetur thellë pas ilaçit që mori për migrenën. Por kur të zgjohet dhe ti t'i tregosh këtë përrall, kujt mendon se do t'i besoj? Ty, shërbëtores që je këtu prej vitesh por që në fund të fundit paguhesh për të pastruar dhe gatuar? Apo mua, gruas që ai zgjodhi për të rindërtuar jetën e tij, që ka formim në psikologji fëmijësh, që vjen nga një familje e respektuar, që është e gatshme t'i doj këta fëmijë sikur të ishin të mijat? Punonisja gëlltiti pështymën. Ajo e njihte Robert Gjonin prej shumë kohësh. Ishte një njeri i mirë, punëtor, i përkushtuar, por ishte i humbur që kur Marina ishte larguar 3 vjet më parë. Ai mbytej në punë, kalonte javë të tëra duke udhëtuar, kthehej i raskapitur dhe me faj, dhe kur Valbona u shfaq 6 muaj më parë, gjatë një darke bamirësie, ai dukej se gjeti një dëras shpëtimi. Dikush elegante, e artikuluar, që dinte saktësisht se çfarë të thoshte, që mbushte heshtjen e padurueshme që ishte instaluar në atë shtëpi. Por drita shite atë që Roberti nuk arrinte ta shite. Shite se si Valbona i trajtonte vajzat kur ai nuk ishte pranë. Fjalët therse të maskuara si këshilla edukative, vështrimet mosaprovuese, mënyra se si minimizonte çdo përmendje të Marinës, sikur gruaja që kishte ndërtuar atë familje të mos kishte ekzistuar kurrë.
Vajzat do të zgjohen nesër dhe do ta shohin gjithë këtë të shkatëruar, tha Drita me zërin që i dridhej. Do të ndihen edhe më të humbura. Si mund t'ua bëni këtë fëmijëve që kanë vuajtur kaq shumë? Pikërisht sepse kanë vuajtur po e bëj këtë, u përgjigj Valbona dhe kishte diçka të frikshme në bindjen e zërit të saj. Ato jetojnë në të kaluarën. Qëndrojnë duke parë foto, duke përqafuar këto objekte të vjetra, duke qarë për nënën që iku. Kjo nuk është jetë, Drita. Ky është burg. Unë po i çliroj ato. Dhe një ditë, kur të jenë të rritura dhe të suksesshme, do të më falenderojnë që isha mjaft e fortë për të bërë atë që askush tjetër nuk pati guxim ta bënte. Drita ndjeu të përziera. Si mund të dikush ta shtrembëronte kaq shumë realitetin, ta shndërronte mizorinë në një akt dashurie? Por para se të mund të përgjigjej, Ana Juna më në fund lëvizi. Vajza u ngrit nga dyshemeja me një ngadalësi të frikshme, sikur çdo lëvizje të kërkonte një përpjekje të pamas. Ajo eci drejt njërës prej letrave që ishte rënë pranë oxhakut, e mori me kujdes, e lëmoi letrën e zhubravitur dhe lexoi me zë të ulët, pothuajse një pëshpërim, por që kumbonte nëpër sallon me forcën e një britme. E dashura ime Ana Juna, kur ta lexosh këtë letër, do të jesh tashmë një zonjush. Por sot, ndërsa shkruaj, ti je vetëm 3 vjeç dhe po fle në dhomën ngjitur. Dua të dish se çdo ditë me ty është një dhuratë. Ti, motra jote Ana Klara dhe Ana Liria jeni arsyeja e gjithçkaje. Mund të ndodhin gjëra të vështira në jetë, bia ime, por kur mos harro se je dashur me gjithë forcën që një nën mund të dojë. Ruajeni njëra tjetrën. Bëhuni të forta bashkë. Dhe më kujtoni gjithmonë jo me trishtim, por me sigurinë se gjithçka që bëra ishte për dashuri. Zëri i Ana Junës u ndërpre në fund dhe ajo e shtrëngoi letrën në gjoks. Pastaj u kthye nga motrat e saj dhe tha diçka që e bëri Dritën të ndjente sikur dyshemeja po hapej nën këmbët e saj. Nëna jon e re na uren. Heshtja që pasoi ishte absolute. Edhe Valbona dukej se e humbi të ruan për një çast, fytyra e saj u zbe, por shpejt e mblodhi veten, shtrëngoi nofullën dhe ngriti supet. Do ta kuptoni kur të rriteni, tha ftohtë. Tani, kthehuni në shtrat. Drita do ta pastroj këtë rëmuj. Por vajzat nuk lëvizën. Ana Liria vazhdonte e përqafuar me kukullën e shkatëruar, Ana Klara shikonte kutinë muzikore të thyrë me një trishtim aq të thellë sa dukej shumë i vjetër për një fëmijë të asaj moshe, dhe Ana Juna qëndronte aty në këmbë, duke mbajtur letrën sikur të ishte gjëja e fundit që e lidhte me realitetin. Drita mori një vendim në atë moment. Ajo nuk e dinte si, nuk e dinte kur, por e dinte se duhej t'i mbronte ato vajza. Sepse nëse nuk e bënte ajo, askush tjetër nuk do ta bënte. Roberti ishte i verbër, i humbur në dhimbjen e tij dhe në iluzionin se kishte gjetur një zgjidhje të lehtë për zbrazëtinë e tij. Vajzat nuk kishin më askën. Vetëm atë. Një punonise e thjesht që fitonte 40.000 lekë në muaj për të gatuar, pastruar dhe kujdesur për një shtëpi që këmbëngulte të dukej si një mauzole. E jani, vajza, tha Drita butësisht, duke shtrirë krahët. Le të shkojmë në dhomën tuaj. Unë do të qëndroj me ju derisa t'ju zër gjumi. Ana Juna e pa Valbonën për herë të fundit dhe në atë vështrim fëmijëror kishte diçka që Drita kur nuk do të priste ta shite te një fëmijë kaq i vogël. Kishte kuptim. Kuptimi i tmerrshëm se bota nuk ishte e drejtë, se jo të gjithë të rriturit ishin të besueshëm, se ndonjëherë njerëzit që duhet të mbrojnë janë pikërisht ata që të lëndojnë më shumë. Të tri. Vajzat ecën ngadalë drejt Dritës, e cila i mbështolli në një përqafim kolektiv, duke u përpjekur me ngrohtësinë e trupit të saj të ngrohtë ata shpirtra të ngrirë nga ajo që sapo kishin dëshmuar. Ajo ju udhëhoqi nëpër korridor dhe kur kaluan pragun e derës, Drita hodhi një vështrim prapa për herë të fundit. Valbona ishte aty në këmbë në mes të rënojave, shandani ende në dorë, e ndriçuar nga dritat vezulluese të pemës së Krishtlindjeve. Dhe kishte një buzëqeshje të kënaqur në buzët e saj. Buzëqeshja e dikujt që sapo kishte fituar një betejë. Por Drita prifti, e lindur dhe e rritur në Dibër, bie Robalarseje dhe mbes mamie, grua që kishte mësuar që në moshë të re se jo gjithë fuqia vjen nga parat apo arsimi formal. U betua me vete se ajo do të ishte fitoria e parë dhe e fundit e Valbona Berishës në atë shtëpi. Lufta, në fund të fundit, sapo kishte filluar. Agimi mbërriti i druajtur në vilën e familjes Gjoni, sikur edhe dielli të hezitonte të ndriçonte atë që kishte ndodhur atë natë. Drita nuk kishte mundur të flinte.
kishte qëndruar në dhomën e trenjakeve derisa lodhja më në fundi mundi, rreth orës 5 të mëngjesit, pas orësh të tëra duke i përkundur secilën, duke u fshirë lotët dhe duke u përshpëritur premtime se gjithçka do të rregullohej. Edhe pse nuk ishte e sigurt nëse do të arrinte t'i mbante. Ana Liria kishte fjetur e përqafuar me kukullën e thyer, duke refuzuar ta lëshonte edhe në gjumë të thellë. Ana Klara kishte rënë në gjumë me dorën e mbyllur duke mbajtur copat e kutisë muzikore. Dhe Ana Juna, gjithmonë më e rezervuara, kishte kërkuar të flinte me letrën e nënës nën jastëk, sikur ato fjalë të mund ta mbronin nga makthet. Tani, në orën 7 të mëngjesit, Drita ishte në kuzhinë duke përgatitur kafen ndërsa dëgjonte zhurmat e shtëpisë që zgjohej. E dinte se Roberti do të zbriste së shpejti, siç bënte gjithmonë, i përpikt si një orë zvicerane, i veshur në mënyrë të përsosur me një nga kostumet e errëta që vishte për të shkuar në zyrën e tij në qendër të Tiranës, ku drejtonte një nga kompanitë më të mëdha të konsulencës së biznesit në vend. Robert Gjoni ishte 43 vjeç, por dukej se mbante peshën e 2 jetëve të tëra mbi supe. Që kur Marina ishte larguar, ai ishte shndërruar në një njeri që funksiononte në mënyrë automatike, duke përmbushur detyrime, duke nënshkruar kontrata, duke mbyllur marrëveshje, por duke jetuar si dikush që thjesht mbijeton. Drita e shihte dhimbjen në ata sy kafe gjithmonë të lodhur, shihte mënyrën se si ai shmangte shikimin e fotove të Marinës që ende zbukuronin disa qoshe të shtëpisë. Shihte se si strehoi në punë për të mos u përballur me zbrazëtin që banonte në shtëpinë e tij. Dhe pastaj ishte shfaqur Valbona. Gjatë një eventi bamirësie të organizuar nga një klient, ajo ishte prezantuar si psikologe e specializuar në zisë fëminore, kishte thënë se ishte e interesuar për punë vullnetare, kishte qenë simpatike, e vëmendshme, elegante. Roberti, i raskapitur nga përpjekja për të qenë baba dhe nën në të njëjtën kohë, kishte parë tek ajo mundësinë e një lehtësimi. Dikush që kuptonte fëmijët, që mund ta ndihmonte të merrej me vajzat që i donte, por nuk dinte më si t'i arrinte. Marrëdhënia kishte evoluar shumë shpejt, mendoi Drita ndërsa nxirrte bukën e freskët nga qesja e furrës. Shumë shpejt për të qenë e natyrshme. Në 3 muaj, Valbona tashmë darkonte në shtëpi 2 herë në javë. Në 4, kalonte fundjavat e tëra. Në 6 muaj, Roberti i kishte propozuar për martesë dhe ajo kishte pranuar me lot në sy dhe një buzëqeshje që Drita kur nuk kishte arritur ta deshifronte nëse ishte gëzim i vërtet apo fitore e llogaritur. Hapat e sigurt të Robertit në shkallë e nxorën nga mendimet. Ai hyri në kuzhinë duke lëvizur tashmë në celular, me ballin e rrudhur duke parë ekranin, i zhytur në tabela apo raporte që Drita kur nuk do t'i kuptonte. Mirëmëngjes, zoti Robert, e përshëndeti ajo, duke i shërbyer kafen në filxhanin e porcelanit që ai preferonte. Mirëmëngjes, Drita, u përgjigj ai pa ngritur sy. Si janë vajzat? Ishte gjithmonë e njëjta pyetje, e bërë me të njëjtin shqetësim të përgjithshëm, si dikush që pyet për motin. Drita mori frym thellë. Ishte tani ose kurrë. Zoti Robert, duhet të flas me ju për një çështje serioze. Ai më në fund ngriti shikimin dhe Drita pa irritimin e fshehur keq në ata sy. Robertit nuk i pëlqenin problemet në mëngjes, veçanërisht para kafes. Fol, por shkurt, të lutem. Kam një mbledhje në 8:30. Bëhet fjalë për zonjën Valbona dhe vajzat, filloi Drita, duke zgjedhur çdo fjalë me kujdes. Natën, ndodhi diçka që ju duhet ta dini. Ajo i tregoi gjithçka. Shkatërimin e dhuratave, letrat e grisura, kukullën e thyer, kutinë muzikore në copa. I tregoi për lotët e trenjakeve, për ftohtësinë e Valbonës, për justifikimin absurd se po i çlironte fëmijët nga e kaluara. Drita foli me zë të dridhur por të vendosur, duke shpresuar se Roberti më në fund do të shite atë që ajo po përpiqej t'i tregonte prej muajsh. Kur mbaroi, heshtja në kuzhinë ishte e dendur si mjegull. Roberti vendosi filxhanin e kafes mbi banak me kujdes të tepruar, dhe Drita pa muskulin e nofullës së tij të kontraktohej. Drita, tha ai më në fund, me zë të ulët dhe tepër të kontrolluar, e di që je shumë e lidhur me vajzat. Dhe të falenderoj për këtë, me të vërtetë. Por Valbona është psikologe. Ajo ka studiuar për këtë. Ndoshta metoda e saj është ndryshe nga ajo me të cilën jemi mësuar, por ajo e di se çfarë po bën. Drita ndjeu dyshemen t'i ikte nën këmbë. Jo, zoti Robert, ju nuk e kuptuat. Ajo shkatërroi kujtimet e Marinës. Gjëra që nëna e vajzave u ala atyre. Kjo nuk është metodë, është mizori.
Roberti kaloi dorën në përfytyr dhe drita vuri re se ai ishte edhe më i raskapitur se sa imagjinonte. Mendon se nuk e di që është e vështirë për to? E di, drita. E shoh çdo ditë. Por të qëndrojmë të kapura pas së kaluarës gjithashtu nuk ndihmon. Marina iku. Ajo nuk do të kthehet. Dhe sa më shumë kohë të kalojmë duke parë prapa, aq më e vështirë do të jetë të ecim përpara. Por të fshish kujtimin e saj nuk është të ecësh përpara, është të bësh sikur ajo nuk ka ekzistuar kurrë, protestoi drita, duke ndier lot frustrimi t'i digjnin sy. Nuk është të fshish, e korrigjoi Roberti, me zërin që u ashpërsua. Është të lejosh që plagët të mbyllen. Ti nuk e kupton, drita, sepse nuk ke humbur një bashkëshort. Nuk e di se çfarë do të thotë të zgjohesh çdo ditë dhe të ndjesh sikur një pjesë e jotja është shkullur. Valbona po më ndihmon të rindërtoj këtë familje. Vajzat do të përshtaten. Fëmijët janë elastik. Drita donte të bërtiste se elasticiteti nuk ishte sinonim i harresës, se fëmijët mund të ishin të fortë, por ishin gjithashtu të brishtë, se të shëroheshe nuk do të thoshte të fshije. Por para se të mund të përgjigjej, Valbona hyri në kuzhinë. Ajo ishte mahnitse, si gjithmonë. Një fustan i bardhë prej liri, flokët e mbledhur në një topuz elegant, grim i lehtë por i përsosur. Buzëqeshi kur pa Robertin dhe shkoi tek ai, duke e puthur lehtë në buzë para se të kthehej nga drita. Mirëmëngjes, drita. Shpresoj të kesh fjetur mirë pas asaj situate të natës. Mënyra se si e tha këtë, me shqetësim të shtirur, e bëri dritën të shtrëngonte grushtet. Roberti shikoi nga njëra tek tjetra, i hutuar. Çfarë situate? Valbona pëshertiu në mënyrë dramatike. Vajzat patën një krizë emocionale natën. U zgjuan duke qarë, donin lodrat e vjetra të Marinës. Për fat të keq, mu desh të ndërhyja. Disa gjëra duhej të hidheshin, Robert. Ishin të thyra, të vjetra, mblidhnin pluhur dhe kujtime jo të shëndetshme. U përpoqa t'ua shpjegoja vajzave me dashuri, por ti e di se sa dramatike mund të jenë. Drita më ndihmoi t'i qetësoja, apo jo, drita? Drita mbeti e paralizuar. Përmbysja ishte kaq absurde, kaq e pacip, sa që për një moment nuk dinte as si të reagonte. Valbona por i shkruante historinë para saj, duke shndërruar shkatërimin në kujdes, mizorinë në dashuri të vështirë. Nuk ishte kjo që ndodhi, arriti të thoshte drita, me zërin që i doli më i dobët se sa do të donte. Ju i shkatëruat dhuratat me qëllim. Unë e pash. Valbona anoi kokën anash me një shprehje keqardhjeje. E dashur, e di që je e lodhur. Ke qëndruar zgjuar gjithë natën, duhet të jesh e hutuar. Është e kuptueshme. Pse nuk e merr mëngjesin pushim? Unë kujdesem për kafen e vajzave sot. Roberti e shikoi dritën me atë shprehje që ajo kishte mësuar ta urrente. Shprehja e dikujt që po zgjidhte kujt t'i besonte dhe tashmë e dinte përgjigjen e tij para se të mendonte. Mendoj se është një ide e mirë, drita. Dukesh e raskapitur. Pusho pak. Ishte një urdhër i maskuar si sugjerim. Drita e kuptoi se të këmbëngulte në atë moment vetëm do t'i përkeqësonte gjërat. Valbona kishte fituar edhe një herë duke përdorur armën më të fuqishme që kishte, besimin e verbër të Robertit. Po, zotëri, murmuriti drita dhe doli nga kuzhina me këmbë që i dridheshin. Në ditët që pasuan, drita filloi ta vëzhgonte Valbonën me vëmendje të dy fish. Jo vetëm të vëzhgonte, por të studionte. Çdo gjest, çdo fjalë, çdo vështrim. Dhe sa më shumë vëzhgonte, aq më shumë gjëra të çuditshme vinte re. Valbona kalonte orë të tëra në zyrën e Robertit kur ai ishte jashtë, duke lëvizur letra. Thoshte se po organizonte dokumente, por drita e kishte parë më shumë se një herë duke fotografuar letra me celular. Valbona bënte pyetje të detajuara për financat e familjes, për investimet, për pronat. Gjithmonë në mënyrë të rastësishme, gjithmonë e maskuar si interes dashuror për të njohur më mirë jetën e të fejuarit. Por ajo që i tërhoqi më shumë vëmendjen dritës ishte një bisedë telefonike që dëgjoi rastësisht, kur po pastronte korridorin pranë dhomës së miqve ku Valbona ndonjëherë mbyllej. Po, e nënshkroi prokurën dje, thoshte Valbona me zë të ulët. Më beson plotësisht. Ato të voglat janë një problem, por po e zgjidh pak nga pak. Pas martesës do të jetë më e lehtë. Drita ndjeu një të ftohtë në shpinë. Të voglat.
Kështu u referoi Valbona vajzave kur mendonte se askush nuk po e dëgjonte. Dhe ai përmendje e prokurës e alarmoi. Çfarë kishte nënshkruar Roberti? Ajo kishte nevojë për më shumë informacion. Por si ta merrte pa u zbuluar? Drita nuk ishte hetuese, ishte thjesht një grua e thjesht që kishte punuar gjithë jetën në shtëpi familjare. Por dashuria për ato 3 vajza, që praktikisht I kishte rritur që foshnja, ishte më e fortë se frika. Kështu ajo filloi t'u kushtonte vëmendje detajeve të vogla. Shënonte oraret kur Valbona dilte dhe kthehej, vëzhgonte me kë fliste, memorizonte emra që dëgjonte në bisedat telefonike. Duke I çmenduri, por Drita ishte absolutisht e sigurt se diçka ishte thellësisht e gabuar. Nëse do të ishit në vendin e Dritës, do të vazhdonit të hetonit edhe me rrezikun e pushimit nga puna, apo do ta linit për të ruajtur vendin e punës? Na tregoni në komente. Një pasdite, ndërsa vajzat ishin në shkollë dhe Roberti në një udhëtim pune, Drita gjeti një dosje të lënë mbi tavolinën e zyrës. Zakonisht nuk prekte asgjë në atë ambient, respektonte privatësinë e Robertit, por kopertina e dosjes I tërhoqi vëmendjen. Ishte shkruar me shkronja argjendi emri I një zyre avokatie e specializuar në të drejtën pasurore. Shikoi përreth. Shtëpia ishte e heshtur. Valbona kishte thënë se do të dilte për pazar dhe do të kthehej vetëm në fund të pasdites. Ishte e rrezikshme, por ndoshta ishte shansi I saj I vetëm. Me duar që I dridheshin, Drita hapi dosjen dhe filloi të shfletonte dokumentet. Ishin shumë letra me terma juridik që ajo mezi I kuptonte. Regjimi I pasurisë, bashkësia e pjesshme, inventari, ndarja. Fjalët kërcenin para saj, të paqarta dhe frikësuese. Por pastaj gjeti diçka që edhe ajo mundi ta kuptonte. Ishte një dokument që thoshte se, në rast se diçka I ndodhte Robertit pas martesës, Valbona do të kishte kujdestarinë e plotë të vajzave dhe administrimin total të gjitha pasurive derisa trenjaket të mbushnin 21 vjeç. Dhe kishte një klauzol të çuditshme që përmendte mundësinë e shtrimit të miturave në institucione të specializuara nëse konsiderohej e nevojshme për mirëqenien e tyre psikologjike. Drita ndjeu gjakun t'i ngrinte. Kjo nuk ishte e drejtë. Roberti kur nuk do të pranonte t'i jepte fuqi kaq të gjera dikujt që e njihte prej kaq pak kohe, veçanërisht diçka që përfshinte mundësinë e ndarjes së vajzave të tij. Vazhdoi të shfletonte dhe gjeti më shumë gjëra shqetësuese. Një listë e pronave të Robertit me vlerat e vlerësuara pranë. Raporte financiare të detajuara. Dhe, në fund të dosjes, një sër printimesh të faqeve të internetit. Lajme të vjetra gazetash. Drita mori ato faqe dhe filloi të lexonte. Çdo rresht ja bënte zemrën të rrite më shpejt. Ishin reportazhe për raste mashtrimi martesor, burra të pasur që ishin martuar me gra që më pas kishin zbuluar se kishin qëllime të dyta. Një nga rastet përmendte specifikisht një psikologe që u ishte afruar vejushëve të cenueshëm. Dhe pastaj e pa. Një foto e vogël, e 5 viteve më parë, në një gazetë të Durrësit. Gruaja në foto ishte më e re, kishte flokë më të errët, por syt ishin të pagabueshëm. Ishte Valbona. Dhe emri ishte ndryshe, Valbona Regina Demiri, jo Valbona Berisha siç prezantohej tani. Artikulli fliste për hetimet e një rasti ku një grua ishte afruar një biznesmeni të ve, I kishte fituar besimin, e kishte bërë të nënshkruante dokumente financiare dhe më pas ishte zhdukur me shuma të konsiderueshme parash. Procesi ishte ende në vazhdim kur lajmi u botua dhe gruaja konsiderohej në kërkim. Dritës I u desh të ulej. Këmbët nuk e mbanin më. Gjithçka kishte kuptim tani. Nxitimi për t'u martuar, interesi për financat, nevoja për ta fshirë Marinën nga jeta e vajzave, jo për mirëqenien e tyre, por sepse fëmijët e lidhur me kujtimin e nënës do të ishin më të vështirë për t'u manipuluar. Më të prirur për të vënë në dyshim praninë e një të huaj që merrte vendin e nënës. Por kush do t'i besonte asaj? Roberti ishte I verbër nga pasioni dhe lodhja. Valbona ishte bindëse, e artikuluar, dinte saktësisht si të prezantohej. Dhe Drita ishte vetëm shërbëtorja, pa prova përveç një dosjeje që nuk duhej ta prekte. Ajo po fotografonte faqet me celularin e vjetër që mezi dinte ta përdorte kur dëgjoi derën e përparme të hapej. Gjaku I iku nga fytyra. Valbona ishte kthyer herët. Drita I hodhi letrat përsëri në dosje në mënyrën më të organizuar që mundi me duar që I dridheshin, vendosi gjithçka përsëri në tavolinë dhe doli me vrap nga zyra.
Arriti në kuzhinë pa frym, duke bërë sikur ishte e zënë me përgatitjet e darkës kur Valbona hyri. Drita, çfarë rastësie të gjej këtu, tha Valbona me një buzëqeshje që nuk I arrinte në sy. Mendova se ishe në supermarket. Ndryshova mendje, u përgjigj Drita, duke u përpjekur të kontrollonte zërin. Kemi gjithçka që na duhet këtu. Valbona e studioi për një moment të gjatë dhe Drita ishte absolutisht e sigurt se ajo e dinte. E dinte se Drita kishte zbuluar diçka. E dinte se loja kishte ndryshuar. Dhe më e keqja ishte se Valbona dukej edhe e kënaqur me këtë. E di, Drita, filloi ajo, duke marrë një mollë nga frutoria dhe duke e kafshuar me delikatesë, kam menduar shumë për të ardhmen e kësaj shtëpie. Për mënyrën se si gjërat do të ndryshojnë pasi unë dhe Roberti të martohemi. Kemi folur për këtë, madje. Ai pajtohet se ndoshta është koha të modernizojmë disa aspekte të rutinës shtëpiake. Drita gëlltiti pështymën. Çfarë doni të thoni saktësisht? E po, ti je me ne prej kaq shumë kohësh. 15 vjet, apo jo? Duhet të jesh e lodhur. Roberti sugjeroi se ndoshta do të ishte e drejtë të mendonim për pensionin tënd. Me një dëm shpërblim të mirë, sigurisht. Mund të ktheheshe në Dibër, të qëndroje pranë familjes. Motra jote ende jeton atje, apo jo? Përmendja e motrës e bëri Dritën të ngrinte. Motra e saj më e vogël, Lulieta, jetonte në një qytet të vogël në brendësi, duke u kujdesur vetëm për nënën e tyre që kishte probleme shëndetësore. Drita dërgonte para çdo muaji për të ndihmuar me ilaçet dhe vizitat. Për këtë arsye duronte kaq shumë gjëra, pranonte të heshte kur shihte padrejtësi, sepse humbja e atij vendi pune do të thoshte të braktiste nënën dhe motrën. Dhe Valbona e dinte këtë. E dinte saktësisht se ku të sulmonte. Nuk jam e lodhur, u përgjigj Drita, duke ngritur mjekrën. Dhe nuk kam ndërmend të largohem nga këtu për sa kohë që vajzat kanë nevojë për mua. Buzëqeshja e Valbonës u zgjerua, por ishte një buzëqeshje e ftohtë, e rrezikshme. Çfarë përkushtimi I admirueshëm. Por shiko, Drita, ndonjëherë njerëzit nuk e dinë se çfarë është më e mira për ta. Ndonjëherë na duhet të marrim vendime të vështira. Për shembull, ti e di që nëna jote është e sëmur, apo jo? Do të ishte e tmerrshme nëse diçka do të ndodhte dhe ti nuk do të mund të ishe atje për të ndihmuar. Ose më keq, nëse burimet për trajtimin e saj papritur do të paksoheshin. Ishte një kërcënim I qartë. I maskuar si shqetësim, por pa dyshim një kërcënim. Drita ndjeu zemërimin dhe frikën të përziheshin në gjoksin e saj. Valbona nuk po përpiqej vetëm ta largonte nga vajzat. Po përdorte familjen e saj si peng. Në atë moment, duke parë gruan që ishte bërë armikja e saj, Drita mori vendimin më të rëndësishëm të jetës së saj. Nuk do të largohej. Nuk do të dorëzohej. Edhe nëse kjo do të thoshte të rrezikonte gjithçka, ajo do të gjente një mënyrë për ta demaskuar Valbonën, për t'i mbrojtur ato 3 vajza që I donte sikur të ishin bijat e saj. Sepse në fund të fundit disa betejë ja vlejnë të gjitha rreziqet. Dhe kjo sigurisht ishte një prej tyre. Javët në vijim ishin më të vështirat në jetën e Dritës. Ajo jetonte në një gjendje të vazhdueshme alarmi, flinte keq, hante pak, vëzhgonte çdo lëvizje të Valbonës, ndërsa bënte sikur gjithçka ishte normale. Fotot që kishte arritur të bënte nga dokumentet ishin ruajtur në celularin e saj, por nuk dinte çfarë të bënte me to t'ia tregonte Robertit. Ai nuk do ta besonte. Të shkonte në polici? Nuk ishte e sigurt nëse kjo ishte e mjaftueshme për një hetim formal. Ndërkohë, jeta në vilën e familjes Gjoni vazhdonte rutinën e saj sipërfaqësisht normale, por kishte një tension në ajër që edhe muret dukej se e ndjenin. Trenjaket ishin më të qeta, më të tërhequra. Ana Liria pothuajse nuk fliste më, kalonte orë të tëra ulur në dhomë duke parë kukullën e thyrë që Drita ishte përpjekur ta rregullonte me pe dhe gjilpër, por që kur nuk do të bëhej si më parë. Ana Klara kishte pushuar së buzëqeshuri, atë buzëqeshje të gjerë dhe spontane që zakonisht ndriçonte shtëpinë. Dhe Ana Juna kishte zhvilluar zakonin e zgjimit në mes të natës me makthe, gjithmonë duke pyetur nëse nëna e re do t'i bënte edhe motrat të zhdukeshin. Drita bënte ç'të mundte. Përqafonte, ngushëllonte, shpikte histori për t'i shpërqendruar, përgatiste pjatat që ato pëlqenin më shumë. Por e dinte se nuk ishte e mjaftueshme. Ato vajza po shuheshin pak nga pak, si qirin të ekspozuar ndaj një ere shumë të fortë.
Roberti, nga ana tjetër, duke I gjithnjë e më I largët. Valbona kishte bërë një punë mjeshtërore për ta izoluar emocionalisht. Ajo gjithmonë kishte një sugjerim, një koment, një vërejtje që mbillte dyshime. Thoshte se vajzat po manipulonin situatën duke përdorur kujtimin e nënës për të tërhequr vëmendjen. Sugjeronte se ndoshta kishin nevojë për terapi intensive, ndoshta edhe për një kohë në një klinikë të specializuar ku profesionistë vërtet të aftë mund t'i ndihmonin të përpunonin zis në mënyrë të shëndetshme. Dhe Roberti, raskapitur nga lufta me dhimbjen e tij, filloi t'i konsideronte këto mundësi si të arsyeshme. Drita e shihte kurthin duke u mbyllur dhe ndjej e pafuqishme për ta ndaluar. Ishte një të enjte me shi kur gjërat filluan të ndryshonin. Drita ishte në supermarket duke bler ushqime kur u përplas me dikë që nuk e kishte parë prej vitesh. At Agustini, prifti I kishës që familja Gjoni frekuentonte kur Marina ishte ende gjallë. Drita, çfarë surprize, tha prifti, një zotëri me flokë të thinjur dhe sy të mirë. Ka kohë që nuk ju shoh në mesh. Si janë vajzat? Drita ndjeu një ny në fyt. Aty ishte dikush që e kishte njohur Marinën, që I kishte pagëzuar trenjaket, që e kishte shoqëruar familjen në momentet më të vështira. Dhe papritur, ajo e kuptoi se nuk ishte vetëm. Kishte njerëz që kujdeseshin, që mund të ndihmonin nëse do ta dinin se çfarë po ndodhte. Nuk janë mirë, pranoi Drita, dhe para se të mund të përmbahej, filloi të qante aty për aty, në mes të korridorit të supermarketit, mes rafteve të orizit dhe fasuleve. Prifti e çoi në zonën e ushqimit, u ul me të dhe e dëgjoi. Dëgjoi gjithçka. Ardhjen e Valbonës, shkatërimin e dhuratave, manipulimin emocional, kërcënimet e fshehta, zbulimet për të kaluarën e saj. Drita foli pa pushim, sikur një digë të ishte qarë brenda saj, dhe të gjitha ankthjet e javëve të fundit të vërshonin njëherësh. Kur mbaroi, prifti qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke përpunuar gjithçka që kishte dëgjuar. Më në fund, ai foli. Drita, bëre mirë që më tregove. Kjo është shumë serioze. Por duhet të kuptosh diçka, ti nuk mund ta përballosh këtë vetëm. Nuk është një çështje vetëm besimi apo guximi, është edhe një çështje ligjore. Kjo grua është e rrezikshme dhe nëse ajo vërtet ka një histori krimesh, ti ke nevojë për ndihmë profesionale. Por si, Zoti Robert nuk më beson. Mendon se po shpik gjëra, se jam vetëm një shërbëtore xheloze për vëmendjen që ai po I jep një gruaje tjetër. Prifti mendoi për një moment para se të përgjigjej. Kam një mik, një avokat që bën shumë punë pro bono, duke ndihmuar njerëz në situata të vështira. Ai gjithashtu ka kontakte në polici, njerëz serioz që mund ta hetonin të kaluarën e kësaj Valbone siç duhet. Mund të flas me të? Drita ndjeu një shkëndijë shprese të ndizej në gjoksin e saj. Po sikur ajo ta zbuloj? Sikur t'u bëj keq vajzave? Apo familjes sime? Pikërisht për këtë ke nevojë për ndihmë ligjore, Drita. Për të mbrojtur të gjithë. Ki besim të Zotit dhe ki besim të njerëzit e mirë. Ata ende ekzistojnë. Në ditët në vijim, Drita u takua fshehurazi me avokatin që I kishte treguar prifti. Avokat Henry Morina ishte një burr rreth të 50-tave, me pamje të thjeshtë por me vështrim të mprehë. Ai analizoi fotot e dokumenteve që Drita I tregoi, bëri pyetje të detajuara, mbajti shënime. Kjo është e mjaftueshme për të filluar një hetim paraprak, tha ai më në fund. Do t'ja kaloj këto informacione një kontakti tim në policinë civile, dikujt të cilit I besoj. Ata do të verifikojnë nëse kjo Valbona Berisha apo Valbona Regina Demiri ka precedent penal, nëse ka procese të hapura, nëse ka raste të tjera të ngjashme. Sa kohë duhet, pyeti Drita, e paduruar. Disa javë, ndoshta një muaj. Por duhet të kuptoni, zonja Drita, se për sa kohë që nuk kemi prova konkrete dhe të pakundërshtueshme, ju nuk mund ta konfrontoni atë drejt për drejt. Këta njerëz janë shumë të aftë për t'u viktimizuar, për të përmbysur situatat. Duhet të jemi strategjik. Por martesa është caktuar për 2 muaj, protestoi Drita. Nëse ajo martohet me zotin Robert, do të jetë shumë më e vështirë më pas. Avokat Henry tundi kokën seriozisht. E di. Do të punojmë shpejt. Por duhet të më premtosh se do të kesh durim dhe se nuk do të bësh asgjë vetë që mund të vërë në rrezik ose të komprometoj hetimin ton. Drita premtoi, edhe pse ndjente se çdo ditë pritjeje ishte një përjetësi. U kthye në vil me një përzierje shprese dhe frike.
Kishte ndim tani, por gjithashtu ishte e vetëdijshme se kishte kaluar një vijë nga e cila nuk kishte kthim. Valbona, megjithatë, dukej se ndjente se diçka kishte ndryshuar. Ajo filloi të ishte edhe më vigjilente, edhe më kontrolluese. Filloi të sugjeronte që Drita të merrte disa ditë pushim, të vizitonte familjen në Dibër. Bënte komente në dukje të pafajshme se si nëna e Dritës kishte nevojë për të, se si do të ishte egoizëm t'i jepte përparësi vajzave të tjerëve në vend të familjes së saj. Por Drita rezistonte, shpikte justifikime, thoshte se motra po ja dilte, se preferonte të qëndronte. Dhe çdo refuzim e linte Valbonën pak më të irrituar, pak të kujdesshme në fshehjen e natyrës së saj të vërtetë. Ishte një pasdite kur gjithçka gati u shem. Drita po hekuroste rroba në lavanderi kur dëgjoi britma që vinin nga dhoma e vajzave. La gjithçka dhe vrapoi, me zemrën që i rrite fort, duke u friksuar për më të keqen. Skena që gjeti e bëri të ndalonte në derë. Valbona ishte në dhomën e trenjakeve dhe ato ishin të ngjeshura pas murit, të trija bashk, të përqafuara me njëra tjetrën. Valbona mbante në dorë një album fotografish, atë që Marina e kishte bërë me aq shumë dashuri, duke dokumentuar çdo moment të rëndësishëm të jetës së vajzave që nga lindja. Kjo do të marrë fund tani, thoshte Valbona, me zë të lartë dhe të furishëm, e gjithë maska e butësisë më në fund kishte rënë. Ju jetoni në këtë të kaluar patetike, duke qarë për një grua që ju braktisi. Po, ju braktisi. Ajo e dinte se ishte e sëmur dhe megjithatë zgjodhi ju kishte ju të trija. Ishte egoizëm i pastër i saj. Dhe tani unë duhet të merrem me pasojat e kësaj papërgjegjshmërie. Vajzat qanin, por ishte një e qarë e heshtur, e frikshme, e qara e dikujt që nuk ka më forcë për të bërtitur. Ana juna u përpoq të fliste. Nëna jon nuk na braktisi. Ajo nuk zgjodhi të sëmurej. Mos më kthe përgjigje, fërshëlleu Valbona, duke bërë një hap kërcënues drejt tyre. Ju jeni fëmijë të llastuar që nuk kuptoni asgjë nga jeta. Por do të mësoni. Pasi të martohem me baban tuaj, do të bëjmë ndryshime serioze këtu. Ndoshta është më mirë që secila të shkojë në një shkollë të ndryshme për të mësuar të jenë të pavarura. Ose kush e di, një konvikt shumë larg këtej. Ishte në atë moment që Drita hyri. Mjaft, tha ajo, me zërin që i doli më i fortë se kurrë. Ju i kaluat të gjithë kufi. Valbona u kthye dhe urrejtja në sytë e saj ishte e prekshme. Ah, shërbëtorja heroike përsëri. Nuk lodhesh duke futur hundët aty ku nuk të takon? Nuk jam heroin, jam thjesht dikush që nuk do të qëndroj duar kryq duke parë fëmijët të keq trajtohen. Të keq trajtohen? Valbona qeshi, por ishte një e qeshur pa humor. Këta fëmijë kanë gjithçka. Shtëpi, ushqim, shkollë private, rroba firmato. Nuk e din se çfarë është vuajtja e vërtetë. Kanë gjithçka përveç asaj që u nevojitet më shumë, kundërshtoi Drita. Respekt, dashuri të vërtetë dhe të drejtën për të kujtuar nënën e tyre. Diskutimi po përshkallëzoi në mënyrë të rrezikshme kur Roberti erdhi në shtëpi më herët. Dëgjoi zërat e lartë dhe u ngjit me vrap. Kur hyri në dhomë, gjeti Valbonën duke mbajtur albumin, vajzat duke qartë të ngjeshura pas murit dhe Dritën në këmbë mes tyre dhe të fejuarës së tij. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti ai, me zërin e ngarkuar me lodhje dhe konfuzion. Valbona ndryshoi shprehjen menjëherë, sikur të kishte shtypur një çelës. Syt ju mbushën me lot, zëri ju bë i dridhur. Robert, sa mirë që erdhe. Unë thjesht po përpiqesha të flisja me vajzat për rëndësinë e hapjes ndaj së ardhmes, dhe Drita filloi të më sulmonte verbalisht. Tha gjëra të tmerrshme para tyre. Drita ndjeu botën t'i rrotulloi. Përmbysja ishte kaq e përsosur, kaq bindëse, saqë për një moment ajo vetë dyshoi në kujtesën e saj. Por pastaj shikoi trenjaket, pa dëshpërimin në ata sy të vegjël, dhe e dinte se nuk mund të tërhiqej. Nuk ishte kjo që ndodhi, tha ajo, duke parë drejt për drejt Robertin. Zonja Valbona po kërcënonte t'i ndante vajzat, t'i dërgonte në konvikte të ndryshme, duke thënë se nëna e tyre i braktisi. Unë dëgjova gjithçka. Roberti shikoi vajzat e tij. Vajza, çfarë ndodhi? Ana juna hapi gojen për të folur, por Valbona i apreu fjalën. Ato janë të hutuara, Robert. Ti e di se si fëmijët e kanë të vështirë të përpunojnë biseda të vështira për ndryshimet dhe rritjen.
Unë thjesht thash se ndoshta në të ardhmen, kur të jenë më të mëdha, mund të njohin përvoja si kampet verore ose shkëmbimet studentore, dhe drita e shtrembëroi gjithçka. Roberti kaloi dorën nëpër flok, i ndarë mes dy versioneve. Drita e kuptoi se po humbiste. Fjalët e Valbonës ishin gjithmonë më të lëmuara, më racionale, më të besueshme për dikë që dëshironte dëshpërimisht t'u besonte. Ishte atëherë që Ana Liria bëri diçka që askush nuk e priste. Ajo u shkëput nga motrat, eci drejt babait të saj dhe e tërhoqi nga fundi i pantallonave. Me zërin e hollë por të vendosur, tha, babi, ajo po gënjen. Ajo tha se mami ishte egoiste. Tha se ne jemi të llastuara. Dhe tha se do të na dërgoj larg. Roberti u ul në gjunjë në lartësinë e së bijës dhe drita pa diçka të thyej në fytyrën e tij. Ishte sikur më në fund, pas muajsh mohimi, ai po zgjohej nga një ëndër e keqe. Valbona, a është e vërtet kjo? Pyeti ai, me zë rrezikshmërisht të ulët. Sigurisht që jo, i dashur. Do t'u besosh fëmijëve të manipuluar kundër meje, tha Valbona, por kishte një farë dëshpërimi në zërin e saj tani. Roberti u ngrit, ia mori albumin nga duart dhe ia dha Ana Junës. Vajza, shkoni në dhomën e dritës. Tani. Trenjaket vrapuan drejt dritës, e cila i mbështolli në krahët e saj dhe i nxori jashtë, por jo para se të dëgjonte Robertin të thoshte, mendoj se duhet të flasim seriozisht, Valbona. Për shumë gjëra. Atë natë, drita qëndroi me vajzat në dhomën e saj të vogël, të katërta të ngjeshura në krevatin tek, por duke u ndjerë më të sigurta se në javë të tëra. Trenjaket më në fund ranë në gjumë, të raskapitura emocionalisht, ndërsa drita qëndronte zgjuar, duke u lutur që Roberti më në fund të shihte të vërtetën para se të ishte tepër vonë. Ajo nuk e dinte ende, por hetimi i avokat Henrit ishte gati të zbulonte diçka shumë më të rëndë se sa kishte imagjinuar. Dhe kur e vërteta të dilte në dritë, do të ishte mjaft shpërthyese për të ndryshuar gjithçka. Drita shikoi tri vajzat e vogla duke fjetur, fytyrat e tyre më në fund të qeta në gjumë, dhe bëri një premtim të heshtur. Nuk kishte rëndësi se çfarë do të ndodhte, nuk kishte rëndësi çmimi që do të duhej të paguante, ajo do t'i mbronte ato fëmijë deri në fund. Sepse disa lufta nuk janë zgjedhje, janë thirrje që jeta na bën, dhe ti refuzosh do të ishte të tradhtoje gjithçka që ka vërtet rëndësi. Dhe drita prifti kur nuk kishte tradhtuar ata që donte. 3 ditë kaluan që nga incidenti në dhomën e vajzave dhe tensioni në vilën e familjes Gjoni ishte aq i dendur sa dukej se mund ta prekje me duar. Valbona mezi shfaqej duke pretenduar mbledhje urgjente dhe angazhime të panulueshme. Roberti ishte më i heshtur se zakonisht, i menduar, dhe drita e kuptonte se diçka kishte ndryshuar tek ai, sikur më në fund një e qartë dyshimi të ishte hapur në mendjen e tij. Trenjaket nga ana tjetër qëndronin pranë dritës si hije, me frikën se nëse largoheshin, diçka e tmerrshme do të ndodhte përsëri. Ato u kthyen të flinin në dhomën e saj të vogël, të katërta të shtrydhura në krevatin e vogël, por asnjëra nuk ankoi. Aty ndiheshin të mbrojtura. Ishte një mëngjes të premteje kur gjithçka ndryshoi përfundimisht. Drita po përgatiste kafen kur ra zilja e derës. Shkoi të hapte dhe gjeti avokat Henrin të shoqëruar nga një burr që u prezantua si komisar Kardi nga policia civile. Mirëmëngjes, zonja Drita, tha avokat Henri me shprehje serioze. Duhet të flasim urgjentisht me zotin Robert Gjoni. Bëhet fjalë për hetimin. Zemra e Dritës filloi të rrite fort. Hyni, ju lutem. Zoti Robert është në zyrë. Roberti ngriti syt i befasuar kur Drita u shfaq me 2 burra. Avokat Henri? Çfarë bëni këtu? Avokati shikoi Dritën, e cila tundi kokën duke i dhënë leje të tregonte gjithçka. Zoti Gjoni, e di që kjo do të jetë e vështirë për t'u dëgjuar, por ju kërkojmë të na kushtoni vëmendje. Bëhet fjalë për diçka shumë serioze që përfshin zonjën Valbona Berisha. Në 2 orët në vijim, Roberti dëgjoi në heshtje ndërsa komisar Kardi prezantonte rezultatet e hetimit. Valbona nuk ishte ajo që thoshte se ishte. Emri i saj i vërtet ishte Valbona Regina Demiri dhe ajo kishte një histori të gjatë mashtrimesh martesore. Në 10 vitet e fundit u ishte afruar të paktën 7 burrave të ve ose të divorcuar, gjithmonë duke ndjekur të njëjtin model. Fitonte besimin, i izolonte emocionalisht nga fëmijët dhe familja, merrte prokura dhe akses në llogari bankare dhe pastaj zhdukej me shuma të konsiderueshme parash.
Në 2 raste, fëmijët e familjeve ishin shtruar në institucione psikiatrike me pretendimin e problemeve të rënda emocionale, duke lehtësuar manipulimin e prindërve të cënueshëm. Në një rast, ajo kishte arritur të martohej, por martesa ishte anuluar kur u zbulua se kishte falsifikuar dokumente. Ka një urdhër arresti të hapur kundër saj në Durrës, vazhdoi komisari. Por ajo ka ndryshuar identitetin, ka ndryshuar pamjen dhe ka vepruar në Tiranë muajt e fundit. Kur zonja Drita na kontaktoi përmes avokat Henrit dhe na tregoi fotot e dokumenteve, arritëm të bënim lidhjen. Roberti ishte i zbet, duart i dridheshin mbi tavolinë. Si nuk e pash? Si isha kaq i verbër? Ajo është shumë e mirë në atë që bën, zoti Gjoni, tha komisari me butësi. Këta njerëz i studiojnë viktimat e tyre, dinë saktësisht si të veprojnë. Ju ishit i cënueshëm, në zi, me 3 vajza të vogla për të rritur vetëm. Ajo e identifikoi këtë dhe e shfrytëzoi. Prokurat që nënshkrova, murmuriti Roberti duke vënë duart në fytyrë. Autorizimet bankare. O Zot, ajo ka akses në pothuajse gjithçka. Prandaj erdhëm menjëherë, tha avokat Henry. Duhet të veprojmë shpejt. Tashmë kemi kontaktuar bankën tuaj për të bllokuar akseset e saj, por duhet që ju të bëni një kallëzim formal dhe të revokoni të gjitha prokurat. Dhe vajzat, përshpëriti Roberti me zërin e thyrë. Ajo kërcënoi vajzat e mia, tha se do t'i ndante. Si munda t'i vija vajzat e mia në rrezik kështu? Drita, e cila deri atëherë kishte qëndruar në heshtje, bëri një hap përpara. Ju po përpiqeshit të mbietonit, zoti Robert. Mos e fajsoni veten pse ishit njeri. E rëndësishme është që tani e dini të vërtetën dhe mund t'i mbroni vajzat. Roberti e shikoi atë dhe Drita pa lot në sytë e atij burri të fortë që gjithmonë ishte dukur i palëkundur. Ti u përpoqe të më paralajmëroje që në fillim. U përpoqe të më bëje të shija dhe unë nuk desha të dëgjoja. Të quajta xheloze, ndërhyrëse. Si mund të më falësh? Tashmë ju kam falur, zoti Robert. Ajo që ka rëndësi tani është të rregullojmë gjërat. Komisari u ngrit. Do të na duhet të arrestojmë kur të kthehet. A do të ishte e mundur që ju ta telefononit, t'i thonit se duhet të flisni urgjentisht? Sa më e natyrshme situata, aq më mirë. Roberti mori celularin me duar që i dridheshin dhe bëri telefonatën. Valbona u përgjigj në zilen e tretë me zë të ëmbël dhe të shqetësuar. I dashur, a është gjithçka në rregull? Pikërisht po vija aty. Dua të vish tani, Valbona, tha Roberti, duke u përpjekur ta mbante zërin të fortë. Është urgjente. Për martesën. Pati një pauzë në anën tjetër të linjës. A ka ndodhur diçka? Vetëm eja, të lutem. 40 minuta më vonë, Valbona hyri në vil duke përdorur çelsin e saj. Ishte elegante si gjithmonë, e veshur me një kostum të bardhë që e bënte të dukej engjëllore. Buzëqeshi kur pa Robertin në salon, por buzëqeshja i vdiq kur pa komisarin dhe avokatin. Robert, çfarë po ndodh? Pyeti, por Drita mund ta shihte llogaritjen pas syve të saj, mendjen që punonte shpejt për të gjetur një rrugdalje. Valbona Regina Demiri, tha komisar Kardi, duke u ngritur dhe duke treguar distinktivin, jeni arrestuar për mashtrim, falsifikim identiteti dhe grup të strukturuar kriminal. Keni të drejtë të qëndroni në heshtje. Gjithçka që thoni mund të përdoret kundër jush. Drita pa transformimin të ndodhte para syve të saj. Maska ra plotësisht. Valbona nuk u përpoq të mohonte, nuk u shtir si e befasuar apo e pafajshme. Në vend të kësaj e shikoi Robertin me një përbuzje aq të thellë sa ishte pothuajse e prekshme. Ti je patetik, tha ajo, me zë të ftohtë. Duke u ankuar për gruan tënde të vdekur, i paf të kujdesesh për vajzat e tua. Ishte kaq e lehtë të manipuloja. Kaq dëshpërimisht e lehtë. Mjaftoi të bëja sikur më interesonte, të thosha fjalët e duhura dhe ti ma dorëzove gjithçka në pjath. Hesht, tha Roberti, me zërin e ngarkuar me një zemërim që Drita kur nuk ja kishte dëgjuar. Mos fol për Marinën. Mos fol për vajzat e mia, ti nuk je e denjë as tua përmendësh emrat. Për ato të voglat e tua, kundërshtoi Valbona me helm. Ato fëmijë të llastuar që jetojnë duke qarë për nënën? Ato ishin pengesa e vetme reale në rrugën time. Prandaj duhej të zhdukeshin. Së pari kujtimi i nënës, pastaj ato vetë.
Një konvikt këtu, një tjetër atje, dhe ja, ti do të ishe plotësisht vetëm dhe i varur nga unë. Drita ndjeu të përziera. Ishte më keq se sa kishte imagjinuar. Valbona vërtet kishte planifikuar ta shkatëronte atë familje sistematikisht. Komisari bëri një shenjë dhe dy policë që prisnin jashtë hynë dhe i vunë prangat Valbonës. Ajo nuk rezistoi, por shikoi dritën me një urrëtie të pastër. Ti, fërshëlleu. Shërbëtorja ndërhyrëse. Duhej të kisha hequr qafe që në fillim. Por nuk e bëre, u përgjigj drita qetësisht. Sepse nënvlerësove dashurinë e një nëne për fëmijët e saj. Mund të mos i kem lindur unë, por i dua ato vajza sikur të ishin të mia. Dhe nuk ka para, gënjeshtër apo manipulim në botë që të jetë më i fortë se kaq. Valbona u mor mes protestave dhe kërcënimeve, dhe kur dera u mbyll pas saj, heshtja që mbeti ishte ndryshe nga heshtja e rëndë e muajve të fundit. Ishte heshtja e dikujt që më në fund mund të merrte frym. Roberti u kthye nga drita dhe kishte kaq shumë emocione në fytyrën e tij sa ajo nuk arriti të identifikonte të gjitha. Mirënjohje, turp, pendim, lehtësim. Si mund të falënderoj? Si mund ta kompensoj gjithçka që bëre? Drita tundi kokën. Nuk keni nevojë të më falënderoni, zoti Robert. Por duhet të bëni diçka për vajzat. Duhet të jeni i pranishëm. Vërtet i pranishëm. Jo vetëm me para apo rehati materiale, por me kohë, vëmendje, dashuri. Ato humbën nënën. Nuk mund të humbasin edhe baban. Roberti tundi kokën, lotët më në fund i rridhnin në përfytyrë. Do ta bëj. Premtoj. Do të marr kohë nga puna, do të rimsoj të jem baba. Do të nderoj kujtimin e Marinës duke qenë burri që ajo besonte se isha. Atë natë, Roberti u ul me 3 vajzat e tij dhe bisedoi. Vërtet bisedoi për herë të parë pas shumë kohësh. Kërkoi falje që ishte larguar, që nuk e kishte parë vuajtjen e tyre, që gati lejoi një të huaj të fshinte kujtimin e nënës që i kishte dashur aq shumë. Vajzat qanë, por ishin lot lehtësimi. Ana Liria pyeti nëse mund të kishin përsëri foto të mamas në mur. Ana Klara pyeti nëse mund ta mbante kutinë muzikore të thyrë në dhomën e saj. Ana Juna pyeti nëse babai mund t'i lexonte letrat e nënës me to, që të kuptonin më mirë se kush ishte Marina. Roberti tha po për gjithçka. Tha po dhe qau me to, i përqafoi dhe premtoi se kur më nuk do të lejonte askënd të përpiqej të fshinte historinë e tyre. Muajt që pasuan ishin të rindërtimin. Nuk ishte e lehtë as e shpejtë. Robertit ju desh të rimsonte të balanconte punën dhe familjen, të ishte i pranishëm jo vetëm fizikisht por edhe emocionalisht. Vajzave ju desh të rimsonin të besonin se babai nuk do t'i braktiste përsëri. Drita vazhdoi të ishte aty, por tani në një rol tjetër. Nuk ishte më vetëm punonisja. Ishte pjesë e familjes, e njohur dhe e dashur si e tillë. Roberti ja rregulloi pagën, i rregulloi të gjitha të drejtat e punës që më parë ishin neglizhuar dhe, më e rëndësishmja, filloi ta konsultonte për vendimet që përfshinin vajzat, duke pranuar se ajo i njihte ato po aq mirë sa ai. Ndonjëherë edhe më mirë. Shtëpia ndryshoi. Fotot e Marinës u kthyen për të zbukuruar muret, jo si shenjtore dhimbjeje, por si celebrime të një jete që kishte rëndësi. Kukulla e Ana Liris, edhe pse e arnuar dhe e papërsosur, fitoi një vend deri në raftin e dhomës. Kutia muzikore e Ana Klarës shkoi për një riparim të specializuar dhe edhe pse kur më nuk do të luante në mënyrë perfekte, tingulli i saj i qal ishte i bukur në mënyrën e vet. Letrat e Ana Junës u vendosën në korniza, një nga një. Duke pritur ditëlindjet e ardhshme kur do të hapeshin dhe do të lexoheshin me zë të lartë, duke e mbajtur nënën gjallë përmes fjalëve të saj. Valbona u dënua me 8 vjet burg, duke mbledhur të gjitha krimet për të cilat përgjigjej. Familjet e tjera që ajo kishte dëmtuar gjetën një farë ngushëllimi duke ditur se drejtësia ishte vënë në vend, edhe pse me vonesë. Roberti mësoi në mënyrën më të dhimbshme të mundshme se suksesi profesional nuk do të thotë asgjë nëse humbet ata që do më shumë në proces. Filloi të punonte më pak, të ishte i pranishëm në shfaqjet e shkollës, ditëlindjet, momentet e thjeshta të përditshmërisë. Zbuloi se vajzat e donin jo për atë që ai siguronte materialisht, por për atë që ai zgjidhte të ishte kur ishte me to. Trenjaket, nga ana tjetër, u shëruan pak nga pak. Trauma nuk u zhduk brenda natës, por me terapi të përshtatshme, me dashuri të vërtetë dhe me sigurinë se historia e tyre nuk do të fshihej, ato u kthyen të buzëqeshnin, të luanin, të ëndërronin.
Një vit pas ditës kur Valbona u arrestua, familja organizoi një ceremoni të vogël në kopshtin e shtëpisë. Mbollën një pemë në kujtim të Marinës dhe nën të varrosën një kuti me letra që secila nga vajzat i kishte shkruar nënës, duke i treguar se kush po bëheshin për ëndrat që kishin, se si e donin dhe do ta donin gjithmonë. Drita ishte aty, sigurisht, sepse ku do të ishte tjetër përveç se pranë atyre vajzave që ishin bijat e zemrës së saj. Dhe ndërsa vëzhgonte Robertin duke përqafuar Ana Lirin, Ana Klarën dhe Ana Junën në hijen e asaj peme të re që do të rritej ende shumë, ajo kuptoi diçka themelore. Dashuria e vërtet nuk është ajo që përpiqet të fshi apo të zëvendësoj. Është ajo që mbetet, që nderon, që mbron. Është ajo që zgjedh të qëndrojë kur do të ishte shumë më e lehtë të largoheshe. Është ajo që lufton për ata që nuk mund të luftojnë për veten e tyre. Atë ditë me diell, me fluturat që kërcenin mes luleve të kopshtit, Drita prifti e dinte se kishte bërë zgjedhjet e duhura. Kishte rrezikuar gjithçka, punën e saj, sigurinë e saj, madje edhe shëndetin e familjes së saj, për të mbrojtur 3 vajza që fati i kishte vënë në rrugën e saj. Dhe duke parë fytyrat e tyre, më në fund në paqe, më në fund duke qenë fëmijë përsëri, ajo e dinte se ja kishte vlejtur çdo sekond frike, çdo natë pa gjumë, çdo lot i derdhur. Sepse në fund, historia nuk ishte për zuzar dhe heron. Ishte për zgjedhje. Për të qëndruar kur e gjithë bota të thotë të largohesh. Për të besuar se ja vlen të luftosh për atë që është e drejtë, edhe kur askush tjetër nuk beson tek ti, për të kuptuar se familja nuk është vetëm kush ndan të njëjtin gjak, por kush zgjedh të dojë pa kushte, të mbrojë pa pritur asgjë në këmbim. Dhe të nderojë kujtimet në vend që t'i fshi. Ana Liria, Ana Klara dhe Ana Juna do të rriteshin duke ditur se kishin pasur një nën që i kishte dashur pa kushte, dhe se edhe pasi iku, kjo dashuri vazhdoi të jetonte përmes njerëzve që zgjodhen të nderonin kujtimin e saj. Dhe do të rriteshin duke ditur gjithashtu se kishin një nën të dytë, jo atë që u përpoq të shkatëronte të kaluarën e tyre, por atë që luftoi për ta ruajtur atë. Një grua e thjesht, pa diploma apo mbiemra të rëndësishëm, por me një zemër mjaft të madhe për të strehuar 3 vajza të friksuara dhe për t'u premtuar se asnjëherë nuk do të ishin vetëm. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Dritës, Robertit dhe trenjakeve Ana Liria, Ana Klara dhe Ana Juna t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju bëri më shumë përshtypje në këtë histori. A do të qëndronit në anën e fëmijëve siç bëri Drita, apo do të kishit shumë frikë për të vepruar? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, zgjedhjet e vështira që formojnë karakterin ton dhe fuqinë transformuese të dashurisë së vërtetë. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju bëjë të reflektoni për atë që ka vërtet rëndësi në jetë.